Përshëndetje të gjithëve, sot do të përgatisim sallatën time të preferuar, sallatën ruse, dhe fillimisht do të bëj majonezën shtëpie. Është shumë e thjeshtë dhe del shumë më e mirë se ajo e gatshmja. Le të fillojmë. Do të fillojmë me përbërësit e majonezës. Për majonezën na duhen 2 të verdha vezësh, pak lëng limoni, krip, 2 lugë nisështe, vaj ulliri. Nisështen do të përdorim për të lidhur të verdhat e vezëve dhe për ta bërë majonezën më të trashë. Një tigan të vogël do të shtojmë 2 lugë nisështe dhe lëng limoni dhe pak krip. Kripa është mjaftueshme për të gjithë sallatën. Do të shtojmë pak ujë dhe do t'i lejmë të zihen të gjitha së bashku derisa të bëhen në një masë kremoze. Do e lëmë të ftohet pak dhe më pas do të shtojmë një tas. Në tas do të shtojmë dhe 2 të verdha të vezëve dhe pak vaj ulliri. Në rastin tim kam përdorur një mikser, por ju mund të përdorni dhe një rahës vezësh. Do të shtojmë pak nga pak vaj ulliri. Që majoneza është gati, vazhdoj me sallatën. Kam gati karrota dhe patate të ziera, kastravec turshi, misër, fasule të ziera dhe majdanoz. Në një tas të madh hedhim patatet dhe karrotat. Më pas kastraveca turshi. Misrin dhe fasulet. Më pas i përzihem mirë. Majdanozin do ta grim hollë. Shtojmë dhe majdanozin e gjerë në tas dhe i përzihem të gjitha së bashku. Shtojmë majonezën e bërë dhe i përzihem. Dhe kaq ishte receta e sallatës ruse. Nëse do ta provoni këtë recetë, do të doja shumë të më thoni se si u doli në komente. Faleminderit dhe shihemi në videon tjetër.